Pak tek mosha që e përmendet 18 vjeçare dhe që duhet të jemi më vigjilent. Ndihmën kur e kërkojmë, e tha, ose nga logopedi, ose nga psikolog, ose nga mjeku pediatër që është kujdeset për fëmijën. Qysh na si prind e dim më sakt që fëmija jonë është për logoped, ose për pediatër, ose për psikolog. Se pa dosh me ofendu se askënd, po orientimi edhe i profesionistëve është shpesh i gabum. Mjeku nuk çon te psikologu, logopedi nuk çon te psikologu, ose psikologu nuk çon te... Dhe me referimet janë ngecin pak, nuk shkojnë tutje. Po na të paktën ta kem një mos gjykimit si prind, si ta gjykojmë. Atëherë, nëse është diçka shëndetësore, besoj që edhe prindrit e vrejnë ndoshta tek fëmijët e tyre, sidomos nëse është diçka që nuk e kanë pas prej lindjes. Për shembull, nëse e vrejnë që fëmija ma herët kur e ke thirrna